Fermerëve të Cerrikut, kryeministri Edi Rama u tha se Shqipëria në Bashkimin Evropian 2030 do thot 300 milion euro në vit mbështetje për bujqësinë. Do të synojmë, tha kryeministri, 200 euro për pensionin minimal. Kritikoi premtimet elektorale të Partisë Demokratike dhe partive të reja. Të rrisim pensionin minimal duke e mbështetur nga buxheti i shtetit në këtë fazë për të gjithë ata që, siç thash, janë viktima të kaluar. Sot kaca nga këta shitësit e qylymave, i keni paju se tani në fushat ju vinë dhe këtu shesin qylyma fluturus, që ndunë votën që t'ju hypni qylyme dhe të fluturoni si Aladini, po. Thonë, një rrugë më pak edhe jepja pensionistëve. Qa problemi ka? Do më thënë, kjo është, si me thonë juve, që problemi ka? Një mbjellje më pak, edhe e bi, si mret. Mirë, po kjo është një dardhë që ka mrapa i bisht shumë të madh, sepse investimet që bëjmë në të katër anët na sjellin më shumë ekonomi. Unaza bujqësore, Mauritian Ferm është një tjetër investim në infrastrukturën e kësaj zone që lidh tre bashki, Cerrikun, Belqin dhe Elbasanin. Një demokrat që voton djathtas punon majtas. Ja. Tipiku.